Të në qatë jeta me shpresoj që jeni mirë. Kam e dalë sot, nuk po di çka me vesh, po jam mes qëti fustanit, po e kam edhe të njëjtin identik të zi. Për këtë bardhin, mendova kështu me kombinu me disa take të bardha që i kam edhe me një çantë të bardh ose të zezë. Dhe çantën e parë që e kam është kogja ditore, nuk është për me dalë mramja, edhe nuk e di hiç apo m'pëlqen me kombinu ajo, edhe për shkak të kombinimeve po mendoj që fustani i zi shkon ma mirë, po edhe e bardha po m'pëlqen shumë. Kjo çantë është tepër e bukur edhe tepër shumë e du. Ja u kom tregu kur jam ku në Gjermani që e kom marrë me vete edhe para me nuk e kom përdor hiç. Provojmë edhe fustanin e zi që shpo m'rren edhe mandej e marrë mendimin mes fustanit bardh dhe fustanit të zi e më pas vendosim për aksesor edhe për detajet e tjera. Wow, definitivisht unë po mendoj që me e mbajt të zion, plus edhe taket e zeza që i kom ble në Zara, është kombinimi perfekt me qëtë fustan, se definitivisht po m'pëlqen ma shumë edhe po m'duket ma elegant, e unë gjithmonë kam me anu në stilin ose veshjet që m'duken ma elegante. Me njëherë po filloj me aksesor, se mendoj që vendosa për këtë fustan, ama edhe i bardhi shumë i bukur. Gjithmonë dalë në përfundim të fjalëve të Elonës, se kur i kom porosit fustanat, Elona më ka thonë i ziu ka me të najtë shumë ma mirë, kështu që e vërtet. Për aksesor, po e marrë edhe po e vendosi këtu nazën, po e vendosi kështu, orën e zezë veç po e lo, për ndryshe ketë orët e mija që tash jëm pa bateri. Qëto jënë zgjidhjet e çantave që i kam. Që kjo çantë, që po duket shumë e bukur edhe shumë e mirë. Ose që kjo çantë, që edhe kjo kogja elegante, edhe kjo gjithashtu t'i ka detajet e arit. Ose këtë çantën e zezë në formë të zemrës, po kjo po më duket ma shumë për ditën, se sa për mramja. Ose këtë çantën që e kam dhuratë. Kështu që po shkoj me... se di. Vendosa si përfundim e marrë këtë çantën, me qenë se e kam përdor shumë rrallë edhe po më duket më e përshtatshme për me i vendos gjanat. Kam paltën e gjatë të zezën, edhe kështu si përfundim sot për me dalë në mbrëmje. Unë veç vendosa me vesh fustanin e zi, po ju lutem më tregoni nëpër komente se a ju pëlqej më shumë i bardhi apo më shumë i ziu, edhe qysh ose kur e kishit vesh fustanin e zi edhe kur e kishit vesh fustanin e bardh, edhe gjithashtu sugjerime për fustanin e bardh herën tjetër se çka me pas parasysh në aksesore edhe në detajet e tjera. Për ndryshe, si gjithmonë, ju dua dhe ju përqafoj shumë. Mirupafshim!